do thot, pe vullnetit tyne a dojnë me votu hapun apo mbyllun. Por pse u dash ka kryesuesi do me ndërhy me kriju komision, nashta versioni tjetër ka qenë i mundshëm që të pyeten deputet votoni për ose kundër për votimin e msheft ose të hapun, po jo me komision. Zoti Matoshi, edhe unë mendoj kështu, ky vendim kështu e rregullon, do thotë ja u lën deputetëve në dorë të vendosin cilën mënyrë të votimit dojnë. Prandaj këtu zoti Hodaj. Prandaj këtu do mund kërkojnë edhe po këtë vendim kërkojnë gjatën një vota, do me thonë. Kryesuesi ka të drejtë të kërkojnë nga deputetët që të japin mendim se cilën mënyrë të votimit do të procedojnë. Dhe deputetët duhet të vendosin se cilën mënyrë të votimit të procedojnë. Kështu ky vendim thotë. Okej, Hodaj, nuk e di nëse patë ndonjë segment tjetër për ta veçuar apo të ta përmbyllim, dhe më lejo të falenderoj shumë. Jo, unë mendoj që aty nuk e ka sqaruar çka nëse nuk zgjidhen mrena 30 dite. A duhet të shkohet në zgjedhje, apo kjo varet tash prapë çështja e interpretimit, a duhet të shkohet në zgjedhje, apo a konsiderohet shkelje kryefpote kushtetutës apo ka vepër penale, domethënë ish dashur të jap edhe këto sqarime që mungojnë, po që nënkuptohen pastaj. Po, kjo I bie që pyetjen që e bëra në fillim e kam bërë si një jurist I diplomuar. Hodaj. Po, si një jurist I informuar. Të falenderoj shumë, Hodaj, edhe e vlerësoj... Mira gjithë juve në studio, e vlerësoj faktin që çdo herë je aty natyrisht për të dhënë ekspertizën tënde juridike në këto momente. Me gjysmë pushime edhe u desh me me bë analizë dhe interpretim të aktgjykimit. Po. Të më kihim bashkë ushtrim, po... Okej, unë e qeras drekën. Po e thëmë live kështu, në rregull është. Atëherë tani faleminderit shumë Meteolant Hodaj. Besoj kjo ishte e nevojshme zonë zotëri, sepse po flasim për diçka që është shumë specifike, po natyrisht është edhe profesionale dhe ne natyrisht kompetencës japim rëndësi shumë të madhe. Tani, para se shkojmë tek interpretimi politik, Matoshi, besoj e përmbyllëm çështjen juridike. Jo, nuk është këtë e përmbyllur. Jo, ne kemi përmbyllur, ajo që nuk është e përmbyllur si vendim është tjetër gjë. Është çështje që tash politika sanksionohet me norma, me rregulla juridike. S'mund me konë nëse ajo nuk I mbështetet në asnjë ligj, në asnjë kushtetutë, në asnjë normë, ajo nën tokë. Nuk është më politik. Para politik. Nën tokë, shlirë thuj, mafi. Çka dush thuj, po jo politik. Tash problemi që ndonë që ne duhet mu mundu me qenë neutar dhe të drejt, me vetveten. Sepse për me gjetë kuptimin edhe gjusor, edhe logjik, edhe në burimin e vetë etimologjik, po edhe juridik, ka sa kemi ka qikse se na jemi ekspert të fushës, po problemi jo që me lexu dim. Vendimi shkum keq. Vendimi shkum shumë keq. Vendimi shkum do më onë me qindra shambuj, qindra opsione që I ka parashtu, po nuk jap zgjidhje përfundimtare. Çka është për mu e qëndësishme si zgjidhje përfundimtare? Vendimi gjykatës kushtetuese po e fajson direkt shumicën, grupin më të madh parlamentar. Dhe kjo nuk mund është ashtë me honë jo të dy poshtë njëjtë, jo se pesë cilëson. Thot grupi parlamentar më I madh detyrohet që të bëj kompromis, të bashkëpunoj me të gjitha grupet tjera, po kthehet në randin e dytë, edhe grupet e tjera parlamentare obligohen njashtu që të bashkëpunojnë, të kenë gjojnë kompromis edhe gjojnë zgjidhje. Në rregull, na deri këtu I kemi ditë, këtu e veçanta e këtë vendimit të 30 ditëshi, I cili është krejtësisht ndërgjegje politike. Son normë kjo. S'është sankcion. S'është sankcion, son normë, se çka nëse ai cili do për I deputetët që s'po du. S'po du. Çka I bën? Taulonti bëhet që mund të ketë sanksione juridike gjykatave të rregullta, por unë nuk jam I sigurt. Ajo po shkon deri vepër penale. Sepse ajo bën ndesh me nenin e kushtetutës që deputeti nuk I nënshtrohet gjatë mandatit, ushtrimit mandati asnjë autoriteti tjetër. Domthonë as gjykatës kushtetuese. Në këtë rast.
Pra nuk jep zgjidhje për këtë Përbindjen tame, krijon konfuzion edhe më shumë. e jap një postulat politik, një filozofi politike që juve ju ka votu qytetari, populli pret nga ju me konstitu institucionet, prandaj ju detyroheni, por nuk po thot qysh edhe qysh me dal pe Ngerqit me votim sheft apo të hapun, dhe në dy, domthon qka nëse thujnë jo, s'po votojmë? Votimi i fshet i hapur me njeri natyrisht i debatuar nga dy palët. E kemi borxh edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, ta kemi edhe reagimin e Zhlut Haziri, i cili para një minutit ka shkruar në Facebook, thotë bllokuesi nuk kalon për shkrimi i frymës kushtetuese që Kosova ka vendosur më 17 shkurt 2008. Nënkupton që marrëveshjet mirëbesimit dhe kompromiset politike janë mjetet e vetme legjitime dhe patriotike në këtë republikë, e cila themelët i ka më 2 korrekt 1990. Thotë nuk ka detyrim. Për votim nuk e lejon shantazhin politik, e aq më shumë nuk lejon keshpërdorim të frymës kushtetuese për të keshpërdorur për konsum politik. E pra është një reagim që më shumë është një lloj interpretimi. Është për keqardhje që në vend se politikanët nëpërmjet deputetëve të zgjidhin ngërçet, i duan gjykatës kushtetuese që ta bëjë këtë. Bllokuesi nuk kalon. Nuk kemi kuvende as qeveri, por vetëm deputet të zgjedhur, sikurse që nuk mundesh me qenë edhe deputet edhe anëtari i qeverisë, Republika mbi të gjitha, thot Lut Haziri, si reagim i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që është më shumë një interpretim politik se sa juridik. Por për ty, a e zgjidh krizën apo e thellon krizën gash? Konkretisht, tamam që shikuesi thot, prit se doli vendimi, por çka u bë? A u bë më mirë për neve apo më keq për neve? Është problematike me nxjerr në këtë pah ma mira ma keq, çka është, pse është problematike? Ma mira ma keq për çështje zbllokimi, jo për diçka tjetër. Jo, do të thonë. A zhbllokon ose s'e zhbllokon? Akt vendimi. Ne po konsiderojmë që zhbllokimi është mirë, bllokimi është keq. Sipas interpretimit tim tash politik po jo partijak, e ka bë një mishmash, një mjegull plus. Pse se e lexova prej fillimit thirrët që tha dhe Halili në ndërgjegjen politike e cila masi pekel që 3 muaj ashtu sa. Është dëshirueshme, po ja që se ka. Edhe ajo nuk është roli gjykatës kushtetuese, se gjykata kushtetuese nuk është institut i ndërgjegjësimit politik të zgjedhurve të popullit, por është gardian, po se ka atë rol. Ka rolin edhe politik? Po jo, nuk thash politik, bre. Nuk thash politik, nuk thash rolin e ndërgjegjësimit. Nuk është institut sociologjik edhe psikosociologjik. Është gardian i kushtetutës, rregullimit politiko-juridik të vendit. Prandaj duhet të jetë në dispozitat veta në vendime shumë i qartë. Kur kiksin situate që goxha është bllokuese, ç'është paqartësia? Paqartësia është problemi. Pse thirret dëshirore. Thot, këndetot është përcaktues